Përshëndetje nga kuzhina e Irit, sot kam vendosur me përgatit kaçika të rreshkur. Kaçika të rreshkur që bëhen tepër të shishëm, krejt që na nevojitën janë kaçikat pulës, 1 kg e 800 gram, mandej 50 ml vaj ulliri, 100 gram shlagzane ose ojk, 1 lugë të gjellës me biber të kuq, 1 lugë të gjellës veget, 1 lugë të mesme ju plot me krip, 1 lugë të mesme magdanoz, 1 lugë qoj biberzi, 1 lugë të gjellës me solc të specave. Bismillah, fillojna me përgatitjen. Furrën e kom çu me nxehtë në 230 gradë. Marrim melmesat, cilat i përmendëm pra. Gjitha solcën e specave. $50 gram nga shlagzane ose ojk, gjysmën pra. Edhe 50 ml vaj ulliri. Vaj ulliri original prej Kalabrijet Italisë, që na ka orën ato dozat e mëdha që janë e duhet mi shprodh në shishet të qelqit pra gjomit për ndryshe. Fantastik. Tashti i përzina gjitha së bashku. Tashti i përzina pra mirë me duar. Këta kaçikat rreshkurt pra ka herë të bjen hoj shambull me hangër në blomje, të këqyrë në film ose diçka edhe i përgatit, nuk është të thonë veç drejk ose dark ose me oriz dhe me patate, edhe kështu pra veç kaçika. Përzina mirë. Pasi ki përzi mirë, e morëm një tepsi edhe i renditim pra kaçikat. Furra veç është nxehur. Tash e morëm një tepsi edhe i renditim pra kaçikat në tepsi. Furra veç është nxehur. Edhe është e gatshme për me fut tepsin brenda pra me i pjek kaçikat. I kemi renditin në tepsi, tashti i lyna pak pra gishtat kështu dhe i lyna kaçikat për mi. E marrim 1 letër për pjekje e lagum si që të morën me ujë të ftoft dhe ja qesim për mi kaçikave dhe me njerë fusim tepsin pra në furrën e nxehur. Në fund, para se me aqit pra letrën për pjekjet lagt, për bersin kryesor e kom harru që jep shije mas miri hudhër e blume, po ma mirë më të ra men ma vonë se sa heq. Qesim pra hudhër blume ose thelbit e hudhërës që i ndrydhni. Në atë ndrydhësën, ja qesim për mi. E kemi qit letën për mi edhe tash e fusim pra tepsin në furrën e nxehur. E kemi hek tepsin prej furre, kaçikat janë rreshk për 35 minuta, ja largojna këtë letrën për pjekje edhe kanë shu këtë lëngën edhe vaj i ullirit i shëndetshëm që shqiptarët sidomos nuk mujnë me hangër thellë pa ngjy pak me bukë, nuk mujnë këtë lëngën që ju knoq. Është vaj ulliri i shëndetshëm ekstra nativ që është original, kështu që nuk ju bën kur gjë juve që tutni prej kolesterolit ose yndyrës në gjak, sepse është vaj ulliri. Neve në befshin mirë, juve pa ashtu nëse i provani, ju knoqen me përgatit që shto të rresht të mirë, të sheshem pa mos. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni komentet të bukura deri në recetën e radhës nga kuzhina e Irit, ju them, miru pofshim.